Fakt lavdrim gjatë këtyre javëve janë zhvilluar edhe zgjedhjet për kryetarët e degëve. Edhe aty ka pasur përplasje, tërheqje, akuza nga njerëz që nuk kanë hyrë fare në garë ose janë përjashtuar nga gara. Këta janë procese të brendshme Partisë Demokratike. Një nga kritike që kam unë për zotin Berisha dhe lidhëqimin Partisë Demokratike është që nuk bën biseda politike. Pra, brenda strukturave Partisë Demokratike, kjo ka qenë dhe tek zoti Basha dhe më parë, po unë kam parë dhe në vendet ku kam jetuar më parë që partitë politike gëlojnë nga debatet politike. Në Itali, në Belgjik, në Amerikë, kam parë që partitë politike bëjnë biseda politike për ngjarje të rëndësishme, për teza, ku qëndrojmë me këto vlera të tjera. Partitë politike në Shqipëri, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste janë depolitizuar, flasin vetëm biznes, flasin vetëm për intriga, si t'ia fusin njëri tjetrin dhe si të bëjnë para me oligarkët dhe me këdo tjetër, me krimin organizuar. Por vetëm për politikë nuk bën. Dhe kur zoti Saljani apo dikush tjetër tha, hajde të bëjmë një bisedë politike me strukturat, me forumet e tjera, nëse e mbajtur këta premtimet që ka dhënë zoti Berisha e tjera. Aty partia u ndjej kërcënuar, po thua? Atje u anullua direkt. Por kjo është një gjë shumë serioze. Partitë politike, nëse duhet të quhen parti politike, duhet bëjnë biseda politike. Duhet bëjnë forume politike të brendshme, sepse mos e quaj më parti politike. Quaj një parti biznesi, që ti ose një parti elektorali që thuhet që në këtë datë ka një zgjedhje. Për momentin do të kënaqemi me forumet politike që po mbahen në Facebook dhe me statuset në rrjetet sociale. Ju falenderoj shumë që ishit në studio. Lavdrim Litëm, faleminderit shumë Alfred Muharremi, Kika, faleminderit shumë Agim Baçit dhe kolegut Armand Mau.